Dokumente të reja të dorëzuara në qendrën kombëtare të biznesit zbulojnë një strukturë të ndërlikuar pronësie pas projektit për zhvillimin e ishullit të Sazanit si resort luksoz, i promovuar publikisht nga Jared Kushner. Edhe pse ai shfaqet si figura kryesore, kompania që do të zbatoj projektin, Sazan Operations, e krijuar në prill 2026 në Shqipëri, rezulton të jetë plotësisht në pronësi të vëllezërve miliarder Ramez dhe Muhammad Al Hayat nga Katari. Pronësia realizohet përmes një zinxhiri prej 6 kompanish të huaja të lidhura mes tyre. Njëra prej tyre, e regjistruar në Holand, ka edhe aksioner shqiptar të panjohur që mbajnë 24% të aksioneve, duke shmangur identifikimin si përfitues fundor. Ndërkohë, Muhammad Al Hayat është i përfshirë edhe në një projekt tjetër turistik në Zvërnec. Këto zhvillime përkojnë me vendimin e Komitetit të Investimeve Strategjike për të shtyr afatet e negociatave për projektin, për të cilin një kompani e lidhur me Kushner ka marrë status strategjik. Një ndryshim i rëndësishëm është se shpenzimet për pastrimin e ishullit nga municionet e vjetra tani i kalojnë Ministrisë së Mbrojtjes, duke krijuar kosto shtesë për shtetin. Vendimi i fundit thekson gjithashtu se investitori ende nuk ka dorëzuar dokumente kyçe si plani i biznesit dhe studimi i fizibilitetit, ndërsa negociatat mes palëve vazhdojnë me afate të zgjatura për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare.